Liçeni i Fierzës vazhdon të jetë basen grumbullues inertesh dhe mbetjesh urbane të verilindjes së vendit, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Javën e ardhshme nga prefektura dhe institucionet në Kukës do të ndërmerret një aksion pastrimi ku në fokus do të jenë brigjet e liçenit të Kukësit. Ndërkohë do të ngrihet edhe një grup pune për të menaxhuar situatën e ndotjes në liçenin e Kukësit në mënyrë të vazhdueshme. Ndërsa në takimin që zhvilloi prefekti i Qarkut Kukës, Granit Gjana, me drejtuesit e institucioneve, kërkoi që të arrihet angazhim maksimal. Gjana theksoi që për disa situata mjedisore nuk do të ketë tolerancë, por masa të përshkallëzuara. Hartoni një plan masash në bashkëpunim me policinë, pasi subjektet minerare kryet mbetjet e tyre i deri në liçen. Është e patolerueshme kjo pjesë. Përveç prefekturës, edhe institucioni i Qarkut dhe Bashkia Kukës kanë në zbatim projekte ndërkufitare në bashkëpunim me Kosovën për gjetjen e zgjidhjes për të mbajtur pastër liçenin e Fierzës.